Partia Socialiste ka bërë të qartë në mbyllje të seancës parlamentare se nuk do të propozojë emra të rinj për të zëvendësuar dy anëtarët e dorëhequr të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por ka lënë të hapur mundësinë e një kompromisi mes palëve nëse mazhoranca do ta ndreqë atë që Partia Socialiste konsideron shkatërrim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përkaq për mazhorancën nuk ka ndodhur asgjë me KQZ-n. Në replikën e tij me kreun e grupit Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, ministri i Drejtësisë Eduard Halimi theksoi se kjo është alibia e Ramës për humbjen e radhës. Jemi këtu për zgjidhje. Por mos prisni, siç më keni kërkuar në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që zgjidhja vjen nëpërmjet propozimit formal të dy emrave të përveçur si anëtar të KQZ-s. Sepse kjo nuk është zgjidhja. Prandaj, ne jemi gati. Jemi gati të dakordçojmë çdo veprim tuaj, çdo nisëm tuaj, çdo propozim tuaj, i cili rivendos sovranitetin e KQZ-s, çdo propozimit tuaj që nuk sjell në një kurs përplasje Shqipërinë me aleatin ton strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka ndodhur asnjë gjë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është e njëjta sjellje e Edi Ramës që trembet sa herë ka zgjedhje. Ky është halli i madh që ka Rama. Procesi zgjedhor, betejë ballë për ballë, nuk e di sepse ka thënë që nuk do jetë as në listat e deputetëve, se nuk do që të udhëheq gjithë ekipin e tij në betejë, por është në hall të madh. Dhe bën të njëjtën mënyrë sjellje. Të njëjtën mënyrë duke thënë se unë i till jam. Unë jam njëri i çekuilibruar. Kur e dua një gjë e dua, hapi rrugë budallajt, se ndodhe kjo është shpresa e vetme. Kjo është shpresa e vetme e tij. Në të vërtetë, rrugën nuk ja hap dot Sali Berisha. Rruga janë zgjedhjet. Pas rreth 9 orësh diskutimi dhe debatësh, seanca parlamentare është mbyllur me miratimin e disa ligjeve për të cilat ka dhënë votat e saj edhe opozita. Ndryshimet në kodin civil atë të procedurës civile, si dhe në ligjin për taksat kombëtare kanë marrë 101 vota pro.